Kamerat e Safe City-t kanë regjistruar 110.000 kundërvajtje brenda 24 orëve të para vetëm në Shkup, e thënë ndryshe, 77 shkelje në minutë, dhe kjo vetëm në ditën e parë testuese. Më së shumti apo 90% janë për tejkalim të shpejtësisë, ndërsa mbi 5.000 shkelje janë për kalim në semafor të kuq. Nga Ministria e Brendshme thonë se sistemi është në fazë konsolidimi dhe në fuqi mund të hyjë nga 1 janari. Ministri Pançe Toshkovski tha se do të shqyrtohet mundësia nëse toleranca e shpejtësisë do të jetë deri në 10% të tejkalimit të kufizuar. Sipas disa prej praktikave europiane, bie fjala në kufizimin 50 km/h. Të tolerohet deri në 55 dhe gjobitja të vihet kur arrin në 56 km/h. Ai tha se nuk do të ketë tolerancë për asnjë veturë, qofshin ato edhe të zyrtarëve publik, përveç ndihmës së shpejtë, zjarfikësve, policisë në aksion dhe veturave me përcjellje të posaçme. Странските возила при излез од Македонија не може да бидат спречени да излезат, тоа е согласно закон, и не може да биде поинаку, но ќе бидат информирани дека нема да им биде дозволен влез во Македонија доколку не си ја платат соодветно казната која што ја предизвикале со непочитување на сообраќајни правилата. Јас не велам дека Safe City е идеален. Јас не велам дека ова ние кои што сме го понудиле како решение, тоа и сега завршивме работа. Не. Сигурно ќе има одредени елементи кои што ќе мора да ги докоригираме. Ky projekt po testohet në Shkup, Kumanov dhe Tetov, si dhe në korridorin 10 dhe në korridorin 8. Në autostradë pritet të aktivizohen ditëve në vijim. Deri ka mesi 2026-s, autoritetet synojnë të mbulojnë të gjithë qytetet e vendit me sistemin Safe City. Kryeministri Mickovski thotë se do t'i merr të gjitha kritikat mbi vete, vetëm që ky sistem të arrijë efektin në uljen e numrit të vdekjeve nga aksidentet rrugore. Видовте во текот на еден ден колку сообраќајни прекршоци се направени, голем дел од тие се затоа што несовесни возачи управуваат патнички возила кои што не се регистрирани. Дел од прекршоците, неколку илјади беа вчера поради тоа што поминале на црвено светло. Еве, само вратете се назад и ќе видите колку луѓе го изгубија својот живот затоа што некој управувал патничко возило, не ја прилагодил својата брзина и поминал на црвено светло. Sipas të dhënave zyrtare, në vitin 2024 nga aksidentet në trafik kanë vdekur 142 qytetarë. Shifër kjo shumë e lartë në krahasim me shtetet e BE-s, ku mesatarja vjet ishte 45 viktima në 1 milion banor. Në vendin tonë mesatarja në dekadën e fundit është 78 viktima në 1 milion banor, ndërsa në shtetet skandinave bilanci është vetëm 20 viktima në 1 milion banor. Autoritetet synojnë që deri në vitin 2050 këto masa të ulin në 0 numrin e viktimave nga aksidentet në trafikun rrugor në Maqedoni.